Në Akademinë Përkujtimore të mbajtur sot në Çajir, nëna e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi, Gjylmësere Kasapi, ka prekur zemrat e të gjithë të pranishmëve me fjalët e saj të ndjera. Ajo e nisi fjalimin duke falenderuar mikun e familjes, kryetarin e sapo zgjedhur të Çajirit, Izet Mexhitin, për organizimin e këtij nderimi. Faleminderit zotri Izet Mexhiti, miku im, që organizove këto eveniment, për nder të humbjes së madhe të shpirtit tim, gjysmës së shpirtit tim, Shpatit, tha jo mes dëshpërimit. Pavarësisht karrierës së gjatë në arsim, Gjylmësere Kasapi rrëfeu se, përballë kësaj humbjeje, fjalët I kishin humbur peshën. Sot do thoni pse nuk jam në gjendje të flas. 22 vjet kam ligjëruar, por sot ndjej një emocion që kurrë në jetë nuk e kam ndjerë, dhe e din të gjitha nënat që e kanë humbur fëmijën e vet. Në mesin e dhimbjes, ajo u shpreh krenare për dashurinë masive që publiku kishte për djalin e saj. Në një aspekt tjetër, jam shumë krenare dhe e lumtur që pas kam lindur një djalë, jo vetëm imi, por I të gjithë juve. Ju e pas keni dashur dhe unë nuk e kam ditur që e keni dashur kaq shumë. Momentet më prekse ishin ato kur Gjylmësere zbuloi se vitin e fundit të jetës së Shpatit nuk kishte qenë I lehtë për familjen. Le të prehet në paqe, le të jetë I qetë atje, pasi vitin e fundit nuk ka qenë I qetë. Kjo ka qenë parandjenja e gjithë neve që jemi shqetësuar si familje. Në fund, ajo bëri një lutje prekse për antarët e tjerë të familjes, duke thënë: E lu Zotin me lutjet e mia më të fuqishme që të më ruaj fëmijët e tjerë, dritat e syrve, Albinin, Jehonën, Niprit, Mbesat, Roenelin dhe Selvijën, që do më mbajnë të gjallë nëse jam në jetë tutje. Le të prehet në lulet e xhenetit. Shpat Kasapi u përcoll për në banesën e fundit të dielën në Tetov, duke lënë pas një trashëgimi të pasur muzikore dhe një familje të pikëlluar.